arti, kultura, letërsia, arsimi dhe besimi në arbërinë mesjetare. Kisha 800 vjeçare e shëmërisë në Vaun e Dejës, është kjo që kemi në foto, me një arkitekturë të spikatur gotiko-romake. Kisha e shëmërisë në Vaun e Dejës, Shkodër, është ndërtuar në shekullin e 13. Si shumë objekte unikale të kultit në Shqipëri, ajo u shkatërua në vitin 1967 nga regjimi komunist, ndërkohë që ishte në listën e monumenteve të kulturës të mbrojtura nga shteti. Është kisha ku thuhet se aty mund të ketë vendosur kuror me Bashortën Donika, heroin kombëtar Gjergj Kastrioti. Kudo në Rumeli, pra Rumelia ishte Ballkani gjatë perandorisë osmane, thuaj Rumeli sepse osmanët e quajnë që ishte romanizuar nga perandoria romake. Pra kishin qenë të pushtuar për një periudhë shumë të gjatë kohore dhe nuk ishte në Ballkan, por kishte romak. Pra tradita, kultura ishin romake, jo më greke, shqiptare e të tjerë. Kultura dhe arti. Shqipëria ishte pjesë arbërie e kësaj kohës midis Romës dhe Konstantinopolis. Pra si themi një zonë tranzitore, ku patjetër do kishte ndikim të kulturave romake dhe kulturave bizantine. Ishin nën sundimin bizantin. Kultura dhe arti arbëror. Fillojmë me arkitekturën, të cilët kishin civile dhe kishtar. Civile, banesa popullore, kështjella, të cilët i ndajnë në rrethore dhe 4 këndore. Kurse kishtare, kisha të kemi të stilit bizantin, romak, gotik dhe të përzjera. Arti figurativ, pikturat murale, i kemi me tematik kishtare dhe nga jeta e përditshme. Mozaikët, vazhdim janë mozaikët të antikitetit, të cilët ndahen në mural dhe toksor. Ikonat kishtare të piktuara në dru. U ndikua kjo kulturë dhe arti arbëror fuqishëm nga kultura që lidheshin me Konstantinopolin dhe Romën. Në qendristari përmendet epitafi i Glavenicës, kurse struktura kishte zhvillim më të kufizuar. Struktura përdoren në ballinat e kishave, pra në hyrjet e saj, në portat të dritarit dhe në varret monumentale. Çdo thot fjala gotik, që është bërë ndërtuar sipas një stili të përhapur në mesjetën e vonë në Europën perëndimore, për të cilin kishin karakteristike harqe, jo të rrumullakta, por të thyra me një kënd në mes, pra pjesën e sipërme, kubet e larta që mbaronin nga jashtë me maje të gjata, të mprehta e të gdhendura, dritaret e mëdha me xhama shumë ngjyrësh dhe zbukurimet e imta të ndërlikuara të gdhendura, sidomos në gur, që përket këtij stili zbukurimi. Shikojmë një kishë të stilit gotik. Më shumë maje, me harqe, po jo të rrumullakun, pjesën e sipërme kanë një formë maje. Kisha të tilla dominojnë në pjesën e Europës kryesisht perëndimore, por kemi kisha të tilla të ndërtuara edhe në Shqipëri. Arsimi, edukimi i brezit të ri bëhej brenda dhe jashtë vendit. Shkollat ishin pranë kishave. Letërsia kishte karakter kryesisht fetar, të përmenden kodikët dhe jetëshkrime shenjtorësh. Lidhur me besimin, ilirët përqafuan fenë krishterë përpara shekullit të 4. Besimin e iliri kishte diparet e inkrishterimit popullor, pra masiv. Qendrat ishin Shkodra, Durrësi dhe Nikopoja. Arkitekturën e kemi kishtare dhe civile. Civilet janë banesat dhe kështjellat, të cilët i kemi rrethore dhe kanë të këndore. Përmendet kështjella Lezhës, e Bashtovës, e Shkodrës, e Beratit, Kalaja Krujës, Kalaja Petrelës, Kalaja Prizrenit. Kishat i kemi romanike në arbërinë veriore, si kisha e Shasit në verilinje Turqinit, bizantine në arbërinë jugore, të modelit të kishës në Berat, gotike, thamë modeli me këto harqe dhe me pullat
larta, kisha shirgjit një lugë të Shkodrës edhe të përzira. Arti figurativ në mozaikët tokësor edhe mural. Shikojmë se sa mozaik gjejmë në vendin tonë, si Baktisi i Butrintit, mozaiku i Linit, mozaiku i Misapikut, pranë lumit Shushicës, në manastirin e Mesopotamit në Dervin. Shikojmë dhe në qendristari tham epitafi i Glavenisës i vitit 1373 në Fijarë. Në Arbëri, si vazhdim i lirisë së dikushme, gjejmë mjaft element historik, por element që lidhen edhe me banimet e asaj kohe. Fortesa, pra kështjella, vila antike e të tjera. Ja dhe epitafi i Glavenisës i thurur në Fijari nga Gjergj Araniti. Arsimi dhe letërsia, gjallërohet të qytetare, lidhjet e shumta me Europën, lindja e principatëve, çohen që në tërësinë kemi njerëz të arsimuar. Dhe njerëzit arsimuar rikthejnë po këto tipare, pra çojnë në gjallërinë e jetës, çojnë në lidhje me Europën, dhe ata ishin që ndërtuan principatët. Arsimi i mirë brenda vendit në Ulqin 1258 kemi ndërtimin e shkollave, në Durrës në 1278, në Shkodër 1345, jashtë vendit, në Itali, Konstantinopol, në Selanik, në malin Athos, pra në jug lindje të Selanikut. Studionin kryesisht për pristërinë, pra lidhur me arsimin fetar. Veprat me karakter kishtar. Kemi kodikun e purpur të parin në shekullin 6 ndër më të vjetrin në botë, i cili ruhet ende në arkivën e shtetit. Kemi kodikun e artë, pak më të vonë, Beratinus Gyshi në shekullin e 9. Quheti artë sepse kemi me është përdorur ari në shkronja, me shkronja të greqishtes së lashtë. Besim fetar, ata kemi që në 313, 380, 95, 1054, kur ndahen të dy fet në krishterë, ortodoks në lindje edhe katolike në perëndim. Por, në vendin tonë, qendra e parë kur Shëmpali dhe apostët e tij u vendosën ishte Durrësi përpara vitit 57. Pra, krishtërimin në vendin tonë e kemi paleokristian, pra shumë të vjetë, sepse vetë Shëmpali ishte që kaloi për ta përhapur atë në Durrës, por dhe Napoleoni. Përhapja e krishtërimit në Perantorinë Romake, shikojmë vendet në cilit ai u përhap, ku përfshihet edhe territoret arbrore.